8 momente kur me lajket lutem për ne. Kur vizitoni një të semur, i dërguari i Zotit Muhamedi a.s. thot: për çdo musliman që viziton një të semur në mëngjes, lutem për të 70.000 melek deri në mbrëmje. E nëse viziton në mbrëmje, lutem për të deri në mëngjes dhe fiton një vjesht në xhennet. Kur e viziton një shok që e do vetëm për hir të Allahut. Muhamedi a.s. ka thënë: një njeri vendosi të vizitoj shokun e tij në një qytet tjetër. Allahu fuqiplot ja caktoi një melek në rrugë. Kur ju afrua, meleku e pyeti: për ku je nisur? Kam një vëlla në këtë qytet dhe desha që ta vizitoj, tha ai. Meleku e pyeti: a mos të ka borxh ndonjë pasuri dhe shpreson ta kthesh atë? Ai tha: jo, vetëm unë e dua për hir të Allahut. Meleku tha: unë jam i dërguari i Allahut te ti për të lajmëruar se Allahu të do sikur që e deshe vëllaun tënd për hir të tij. Kur rreshtoheni në safin e parë për ta falur namazin. I dërguari i Zotit Muhamedi a.s. ka thënë: vërtet engjujt lutem për safin e parë. Kur qëndroni në xhami pasi që ta kryeni namazin. Muhamedi a.s. ka thënë: vërtet engjujt lutem për robin përderisa qëndron në xhami, duke thënë: o Allah, fale, o Allah, mëshiroje. Kur lutesh për dikë pa e ditur ai. Muhamedi a.s. ka thënë: te koka e lutësit qëndron një melek që ka për detyrë që pas çdo lutje të mirë për vllaun musliman të thot amin. Ta dhënt Allahu edhe ti të njëjtën gjë. Kur i fton njerëzit në të mirë. Muhamedi a.s. ka thënë: vërtet Allahu i madhrishëm, melekët, banorët e qiellit dhe të tokës, madje edhe milingona në vrimën e saj, e edhe peshqit luten për atë njeri i cili u mëson njerëzve të mirën, i udhëzon ata në rrugë të drejtë. Kur flet duke qenë i pastërt. Muhamedi a.s. ka thënë: kush fle i pastërt nuk zgjohet veçse duke thënë një melek te koka e tij: o Allah, mëshiroje sepse ai ka fjetur i pastërt. Kur zgjohemi për syfir. I dërguari i Zotit thot: vërtet Allahu i mëshiron dhe engjujt lutem për robërit që zgjohen në syfir.